Temperaturat e larta të verët së këtij viti kanë shtuar mjaft numrin e të sëmurëve që paraqesin komplikacione shëndetësore kardiake. Rastet e të sëmurëve që paraqiten për ndihmë mjekësore pranë repartit të kardiologjisë në Spitalin Rajonal të Beratit dhe në Poliklinikën e Specialiteteve, këtë vit janë shtuar, ndërkohë që të shumta kanë qenë edhe urgjencat kardiake me komplikacione. Sipas mjekëve, problematikat kardiake të kësaj stine janë të shpeshta dhe paraqitja më e madhe e tyre është shfaqur tek pacientët që vuajnë me sëmundje kronike, pacientët hipertensiv dhe diabetikët. Rastet kardiake të cilët kryesisht paraqiten tek ne janë rastet të moshat e reja, të cilët kanë një shtim të shpeshtimit të rasteve në moshat e reja dhe kjo vjen dhe si pasojë e stilit të jetesës, obezitetit, pra faktorët e modifikueshëm që ne i quajmë duampirja, përdorimi i cigareve elektrike. Kjo tregohet dhe në statistikat europiane, pra siç është infarkti i miokardit, i cili nuk është më një sëmundje e moshës së tretë, si thua, por është ulur pragu në moshën nën 45 vjeç, 35 deri në 45 vjeç. Mjeku kardiolog Edison Skando u ka këshilluar të sëmurëve kardiake evitimin e daljes në pikun e orëve të nxehta, rehidratimin e vazhdueshëm me lëngje dhe konsumimin e ushqimeve sa më të lehta.